Rreth një javë më parë, 84 vjeçari Ajet Canaliej u sulmua nga qendë e rrugës, siç tregon edhe veti moshuari, po shëtiste në lungomare kur një tuf me kafshë të endacake, të cilat gjenden në Bregdet, ju vërsulën. Si pasojë e sulmit nga qendë e rrugës, Ajet Canaliej përfundoi në spital me disa kafshime, ku pas ndihmës mjekësore të marrë e pati të pamundur që të lëviz për disa ditë, duke qëndruar i bllokuar në banesë. Prej plagëve të thella të shkaktuara nga kafshimet, Canaliej thot se edhe sot ndihen shqetësime. I moshuari tregon edhe plagët e shkaktuara nga kafshët e rrugës, të cilat thot se vazhdon t'i mbajë me mjekime çdo ditë. Po keq. Po pse keq? Po na kanë ngrinë qendër, shikoj si na kanë përqendë. Shikoj si na kanë përqendë. Është kam 4 ditë, 5 ditë. Qëndë këtu, qëndë ka ngrinë edhe këte në mrapa. Po hajtë sa të tërgoj këte në mrapa uma. Një këteja. Po do mirë masa për ata, po jo mua, po ka ngrinë mrapa mua, kështë ngrinë e pashtë televizoru, që ngrinë një dy të tërë. Kur ndodhi si ngjarje? Po 5 ditë para, 10 ditë, 7 ditë, 8 ditë kam. Ku ishe ma? Ja, anës deti, aty. Po shëtisja? Ikja tutje, po dikur tutje. Më kafshuan, grap. Masa Allah edhe ta të flanë të gjitha ty ata, gjithmonë, së më kanë nduku në njëre. Si e sot? Si e sot? Po më mirë jam se kam dalë sot, ja sot ere palë po dalë, se kam qenë brenda. Shkove në spital? Po vajta në spital, ati e mjekova gjitha. Shkove veta po tira ambulancë? Jo më, shkova vetëm, kisha djallin, mërë djallin mori me mashinë. Po më gërë. Çfarë thanë shumë në spital ku mjekove? Ishte thellë, kjo këtu është shumë thellë, kjo këtu. E mundë kockët, ka vajta. Kaq, do me thënë, qena deri këte, ka bërë komplet. Unë nuk e kuptova, se kisha edhe një palë pandalona, i grisi ato po, kisha edhe një palë të gjata, edhe ato i grisi. Do me thënë, nuk e stashun, pak më ka ngrenë, se nuk e kuptova. Kur ka marrë dhe kjo, të ka e me të ndati unë, që u ktheva në rrugë unë. Edhe të ka e të ndati unë edhe e shikojta unë atje, ishte hapur ajo, ishte shatje ke raki kam thajsh këti, po së paj mua. I thash më bjem një dopjo, i thash unë, edhe prej rakina i vafi, kur e paj ishtu, që më tha, edhe i hoti. Ajet Canaliej, 84 vjeç, thot se pas kësaj situate, ka frikë sa herë që ecën në lungomare. I moshuari tregon se sa herë që shikon grupin me qendë e rrugës të grumbulluar në Bregdet, ndëron rrugë pas asaj eksperience të keqe. Canaliej ka një apel drejtuar institucioneve të marrin masa për qendë e rrugës, për të cilët thot se po kafshojnë qytetarët çdo ditë. Po si s'kam frikë për burit e otë, do të edhe një shkop, dhe po pashken do ki këteo. Një apel drejtuar institucioneve të fardo? Ja, që të marrë masa për qendë, vla. Të marrë masa për ata qendë që janë aty, jo si shtë angë në mua në shqipë në madhe. Po, këta po haradhe. Këta po haradhe këta qendë, janë një grumbull qenësh. Edhe pak ditë më parë, brenda pak minutash, 2 qytetarë të Vlorës u përballën me qendë e rrugës, të cilët i sulmuan duke tentuar t'i kafshojnë. Vlen të theksojë se çdo muaj në Spitali Rajonal të Vlorës paraqiten me 10 qytetarë me plagë të marra nga kafshimet e qenëve të rrugës, cilët përgjatë kësaj periudhe janë kthyer në frikë për banorët e qytetit dhe jo vetëm. Raste këto që duhet të shërbejnë si një këmban alarmi për pushtetin lokal dhe qendror, i cili duhet të kontribojë për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi të mbartur tashmë ndër vite.